Po, e ngjashme me situatën e shkurtit të vitit 2025, edhe tash mendoj që qëndron te pjekuria politike se a do të kalojmë përmes kompromisit këtë gjendje apo do të shkojmë në zgjedhje të ardhshme. Po ajo është mase e qartë, një vend i cili nuk ka institucione stabile, nuk mundet me ecë përpara me reforma edhe me gjitha kërkesat cilat i kanë edhe qytetarët, po dhe agjenda zhvillimore e Kosovës. Për ekonominë sidomos janë shumë, sepse ne kemi nevojë për reforma fundamentale ekonomike, pikës pari me reformat që kanë të bëjnë me politikat fiskale, mirë po dhe për përgatitjen e Kosovës për t'ju bashkuar si themi tregut unik evropian, i cili me siguri do t'jetë një prej çështjeve të para nga oferta evropiane për integrimin gradual të rajonit. Çfarë mesazhi do jepni liderëve politik për tejkalimin e krizave dhe forcimin e institucioneve demokratike? Mësojeni fjalën kompromis dhe arrini kompromis.